Kandidati për deputet i Partisë Demokratike Aleanca Shqipëria Madhështore, Shkëlqim Sheu, e cilësoi papërgjegjësinë të pushtetit vendor dhe qendror lënë në një gjendje të mirueshme të rrugës në lagjen e re të qytetit. Ndodhemi në rrugën që lidh lagjen e re dhe shkollën 1 Qershori, rrugë e cila ka 6 muaj që ndodhet në këtë gjendje, po të shikosh edhe nga mrapanesh rrugën që lidhet me lagjen e re dhe rruga në të djathtë me 1 Qershorin është në gjendje të mjerueshme. Kjo pasqyron më së miri punën e kësaj qeverie 12 vjeçare, por nuk vjen për t'i shkel këto rrugë fushat, por fillon një makineri tash bën zhurmë aty. Kjo rrugë nuk ka transparencë, nuk ka kur, ka 6 muaj që ka filluar dhe nuk dihet kur do mbaroj. E bëjmë të qartë dhe i kujtojmë Shalësit se duhet të vijen fushat në këto rrugë. Kam edhe një mesazh për Shalësin dhe ekipin që kur të vinë për fushat në lagjen e re, ta përshkojnë këtë rrugë, edhe të marrin përgjigjen qoftë në takimet që kanë me banorët e kësaj lagje, qoftë edhe me 11 maj, pa diskutim që do ta kenë përgjigjen më së miri. Sipas tij, me ardhjen e PD-s në pushtet, investimet publike do të jenë transparente dhe në shërbim të qytetarëve kuksian.